Arkeologjia ka gjetur prova të krishtërimit në Apolloni? Po. Janë njësër studimesh arkeologjike mbi bazën e gërmimeve ndër vitet të zhvilluara në Apolloni nga ekspeditat e ndryshme shqiptare, të cilat kanë gjetur gjurmë të krishtërimit të hershëm në Apolloni, një krishtërim i periudhës paleokristiane. Do të përmendja së pari arkeologen e ndjer Aleksandra Mano, e cila përgjatë viteve 1970 të shekullit të kaluar, do të drejtonte gërmimit arkeologjike në zbulimin e teatrit antik të Apollonisë. Gjatë gërmimeve në vitin 1975 do të gjendej në teatr edhe apsida dhe një mbishkrim që i përkiste një kishe të vjetër, që sipas arkeologës Mano i përkiste shekujve 4-5. Pra, nëse do të ndalem këtu dhe shumë e rëndësishme, në arkeologji, prova më e vjetër që dëshmon për ekzistencën e faltoreve të vjetra kristiane është ajo e mozaikut të Tiranës, në të cilin gjatë gërmimeve janë gjetur pllaka me monogramin e perandorit Konstantin i Madh, pra që i përkasin gjysmës së parë të shekullit 4. Mozaiku i Tiranës, që ne njohim gjerësisht si një sit arkeologjik që dëshmon për vjetërsinë e kryeqytetit ton, nuk është gjë tjetër veç se mozaiku i një kishe apo bazilike, po më tepër kishe paleokristiane. Ndërsa të kthehemi tek Apollonia duke bërë një paralelizëm. Pikërisht gjatë gërmimeve që sapo e përmend atë arkeologës Aleksandra Mano, u gjetën rënojat dhe mbishkrimi një kishe paleokristiane që i përket shekullit 4-5, që mund të jetë i një periudhe pak më të vonë ose të njëjtës periudhë me mozaikun e Tiranës. Ndërsa më vonë, ekspeditat të tjera arkeologjike, gjatë punimeve të restaurimit të manastirit të Apollonisë, do të gjeni në rënojat e trapezerisë së tij gjurmë të një mozaiku paleokristian të shekujve 4-6, që mendohet, sipas arkeologëve, se i përkiste bazilikës më të hershme të Apollonisë, ndërtuar pikërisht në rënojat e manastirit të sotëm të Apollonisë. Autor të tjerë që trajtojnë krishtërimin në Apolloni ka? Po, janë njësër arkeologësh në librat e tyre të tipit monografi të botuar për Apollonin që e trajtojnë këtë temë. Së pari është profesor Neritan Ceka, i cili në librin e tij Apollonia e Ilirisë, të botuar në vitin 1982, flet edhe për peshkopët e qytetit dhe për braktisjen e qytetit, duke bërë sqarimin që Apollonia, pas largimit lumit Vjosa dhe tërmeteve, shndërrohet në një qendër të thjesht manastiriale. Po përsëri profesor Ceka në vitin 2005 në librin e tij Ilirët bën një përmbledhje të qyteteve antike gjatë antikitetit të vonë, ku flet për qytete të tilla si Dyrrau, Apollonia, Amantia, Foinike, Buthroti, qytete ku janë gjetur gjurmë të vjetra dhe ndërtime, objekte kultit të periudhës paleokristiane. Ndërsa për Apollonin, ai përmend njësër emrash të peshkopëve të Apollonisë, të cilët marrin pjesë në disa prej sinodeve ekumenike të atëhershme. Dhe për të ardhur tek viti 2009, ku arkeologu Bashkim Vrekaj, autori i librit të cilit prezantuam sot në Muzeun Historik Fier, Historia e Apollonisë së Ilirisë, i kushton një prej 33 rubrikave
të librit të tij, Krishtërimit. Dhe ku na jep dhe disa fakte interesante për shenjtorët të cilët ushtruan veprimtarinë e tyre në qytetin antik të Apolonisë. Të gjitha këto të dhëna të autorëve të njohur dhe të afirmuar, përfaqësues më në zë të arkeologjisë shqiptare, dëshmojnë në mënyrë autoritare dhe shkencore se jo vetëm janë gjetur prova arkeologjike të ndërtimeve të kultit në Apoloni, të kishave dhe bazilikave paleokristiane, por sjellin dhe shembuj të burimeve të autorëve antik që dëshmojnë për veprimtarinë e misionarëve shqiptar, duke e bërë rolin e Apolonisë të njëvlershme me dy rahun, si një prej dy fidanishteve në të cilat u përhap krishtërimi i hershëm në provincën romake të Epirit të Veriut.